Bloku I banimit I Dërgutit dhe veçanërisht rruga që të çon drejt gjimnazit ose Kuka konsiderohen ndër zonat më të rrezikuara në qytetin e Shkodrës sa I përket rrjeteve kablore të vendosura në shtyllat elektrike. Përveç linjave të energjisë, në të njëjta shtylla janë lidhur edhe 10 linja të kompanive të internetit, atyre telefonike dhe të sinjaleve televizive. Të gjitha këto kablo janë gjitur në elementet e sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, duke krijuar një pamje kaotike të ngjashme me rrjetet e Marimangës, në të cilat kalojnë çdo ditë qindra të gjitha moshave. Ngjarja tragjike ndodhur 3 ditë më parë në një tjetër zonë të Shkodrës ku humbi jetën një I ri, teksa po kontrollonte një linjë interneti në kushte të ngjashme. Është një këmbane fort alarmi për ndryshimin e kësaj situate. Si shprehen edhe qytetarët, OSHE nuk duhet të lejojë që në shtyllat elektrike të lidhen linja të tjera. Cili ndo njëri e shqetëson kjo, sepse secili do të jetë veç e veç. Për me dash me krye çdo funksion tia. Kuptohet kjo punë. Ka rrezikëri sepse ata secila ka funksionin e vetë, do t'jetë veç e veç, kuptohet që po. Keshi do të kryejnë punën e vetë. Edhe do t'jetë e lira, ja, kabulli I tyre do t'jetë I lirë me funksionuar lirisht, ta mund. Rrjeti elektrik ajror I Shkodrës në shumë lagje është I mbi ngarkuar me linja të tjera, deri në atë pikë sa disa shtylla janë deformuar dhe rrezikojnë të rrëzohen. Kompanitë private prej vitesh kanë shfrytzuar sistemin e shpërndarjes së energjisë për të vendosur kabllet e tyre, një veprim flagrant dhe tepër I rrezikshëm për jetën e njerëzve, I cili për çudi është toleruar nga OSHE, ndaj edhe sot ky rrezik është më shumë se kërcënues.